Lëvizja Besa, më thënë, është e regjistruar si parti politike që nga prilli këtij viti dhe konform regulativës pozitive ne funksionojmë me të gjithë organet dhe institucionet partijake dhe konform këtire, më thënë, unë jam kryetari i Lëvizjes Besa me mandat deri në Kongres. Dhe kjo në asnjë mënyrë nuk e cënon pozicionin tim në kuadër të Lëvizjes Besa, sepse ne vlerësojmë se shqiptarëve të Maqedonisë ju duhet një demokracie mirëfillt dhe një vetëdije mirëfillt institucionale. Prandaj ne jemi një subjekt i vetëm i shqiptarëve të Maqedonisë që lirisht dhe mund të themi me krenari se jemi subjekt i cili është themelu nga një bashkëvrendim i shumë intelektualëve të ri të Maqedonisë dhe nuk jemi subjekt i një lideri partijak dhe unë nuk e kam problem në asnjë moment pse nuk më thuan vetëm Lëvizjen Besa, nuk thuan Lëvizja Bilal Kasamit, ashtu siç thuan për shumicën e subjekteve të tjera partijake politike. Prandaj ne vlerësojmë se shqiptarëve të Maqedonisë ju duhet një vlerë e re, një vlerë që nënkupton se në kuadër të partive politike duhet të funksionojnë të gjithë organet partijake, duke nisur nga kryetari, kryesia, Këshilli Qendror dhe nivel lokal, më thonë institucionet që janë konform statutit të partisë. Prandaj ne këtë e llogaritim si një vlerë shtesë dhe ne do të me të gjithë rreziqet që i ka dhe të gjithë shpifjet që paraqiten, domethënë Karçi Lëvizjes Besa, ne jemi të gatshëm që këtë luftë institucionalistët i them ta çojmë deri në fund. Zoti Sela? Pse ka mundësi, sepse kur flasim për demokracinë si koncept dhe liberalizimin brenda për brenda të subjekteve politike, nuk mund të jem dakord me faktin që të flasish për demokraci dhe nuk është organizuar kongres akoma. Dhe kjo të paraqitet si vlerë. Intelektuali nuk mund të jetë bartës i demokracisë dhe nuk mund të jetë ai i cili vetëm me faktin që është intelektual dhe thotë ka demokraci. Sepse baza elementare e demokracisë është e drejta, të marrësh drejtën për të përfaqësuar dikën. Dhe kjo e drejtë merret nga lagja, nga antarët, antarësia e thjeshtë, prandaj nis procesi i antarësimit, dhe antarësia e thjeshtë bën kuvendin e nëndegve ose të këshillave, nuk e di si i quajnë, këshillat për të delegojnë njerëzit për në kuvendet e degve dhe kuvendet e degve delegojnë njerëzit për në kongresin e partisë. Vetëm këtë formë ti ke struktura të cilat kanë legjitimitet të plot, se nuk është vetëm ideja e kryetarit. Lëvizja për reforma ka kryetarin, ne kemi bërë kongres në 22 mars të këtij viti, ka kryetarin, ka kryesin qendrore, ka kuvendin qendror, strukturat të cilët në vazhdimsi janë duke u përmirësuar, aty ku ka nevojë dhe ndërhyjet, dhe kjo është sa e thjesht, po është shumë e rëndësishme për ndërtuar një strukturë të mirëfillt. Dhe kjo strukturë jonë, unë jam kryetari deri tani 14.000 antarëve të regjistruar të Lëvizjes për Reforma PDSH dhe i qindra në degve dhe degve të Lëvizjes për Reforma PDSH. Dhe kjo strukturë të shërben shumë ditën e zgjedhjeve sepse pikërisht janë ato baza e partisë që bëjnë. Fjalën e kam që kongresi është një element bazë i një partie në të cilën merret legitimiteti i kryetarit dhe i gjithë strukturave. Pa dashur të debatojmë dhe të replikojmë, mendoj se procedura e funksionimit që nga fillimi një subjekti politik është shumë i qartë dhe është i rregulluar edhe me ligj. Për të bërë kongres legjitim, domethënë duhet së pari të jesh i regjistruar, të nisish ngritjen e strukturave nga baza dhe lart dhe pastaj të përgatitet mundësia e delegimit të kongres të njerëzve të cilët do të marrin pjesë në kongres dhe të organizosh një kongres. Dhe ne jemi në këtë procedurë sipër që t'i ngrem strukturat tona prej nivelit qendror deri në nivelin vendor dhe pastaj të përgatitemi për kongres. Dhe kjo është ajo cilën ne do të thonë jemi në këtë proces të ngritjes së platformën tuaj. Platformën, kush e sjell? Te Besa. Platforma e Miraton, Këshilli Qendror i cili është konform statutit të partisë dhe konform ligjeve të cilat janë. Sa antar ka këshilli? Sa antar? Në Këshillin Qendror kemi 56 antarë dhe plus antarët e kryesisë qendrore të kryesive komunale të cilët janë me automatizëm pjesë. Lloj përplasje vogël midis jush, është kjo një tregues se nuk mund të presim një bashkëpunim midis Lëvizjes për Reforma PDSH dhe Lëvizjes Besa në të ardhmen? Sepse ishte edhe një ndër pyetjet që më së shumë të ushtruar edhe nga opinionin edhe në faqen e rrjetit social Facebook
në rrugën drejt? Jo, në asnjë mënyrë. Këto janë mendime të ndryshme për proceset politike këtu edhe që ta sqaroj, nuk do të thotë. Nuk do ta thotë, por po flasim për këtë temë, e cila besoj edhe opinioni është i interesuar. Po, vetëm një qëndrim të shkurt tuajin, ka apo s'ka, mund të pritet apo jo një bashkëpunim midis lëvizjes për reforma dhe lëvizjes Besa, sepse duhet kam edhe shumë pyetje të tjera për të shtuar që të treve. Bashkëpunim, ne kemi thënë me qindra herë dhe po e them, po e përsëris, hapur azi, unë nuk di si ta them ndryshe. Nga ana tjetër është kriju në opinion një bindje që BDI-ja sfitohet pa bashkimin e opozitës. Fitohet BDI-ja, nuk është as pak e vështirë, sepse ne nuk kërkojmë 10 deputet më tepër se BDI-ja, kërkojmë 1 vot më tepër se sa BDI-ja, dhe çdo qytetar atë votë ka dhe do ta tregoj ditën e zgjedhjeve. Problemi është që ka bashkim opozite, e cili funksionon më se 4 muaj. Ndërmjet lëvizjes për reforma PD-SH dhe Rilindjes Demokratike Kombëtare, që quhet Aleanca për Shqiptarët. Janë vetëm të dy partitë në të cilën është e Mirëseardhër dhe Besa. Unë tani po i them publikisht, ja ku është kryetari i Besës. Jam edhe unë këtu. E nxjerrim edhe një dokumente në shkrim këtu në mënyrë publike. Hajde hym bashk, ne na duhet principi, listat përbashkëta. Hajde hym bashk me listat e përbashkëta, ndara le të jetë 1/3, 1/3, 1/3. S'ka asnjë problem për mua. Dhe këtu të ndarje kene të mos marrëveshje Jo, nuk është të ndarje. Sepse mundohet që t'i bëhet dalje kësaj pune nëpërmjet ndarjes, nuk është të ndarje. Sepse unë di që në një takim të zhvilluar në Prishtinë ka qenë pikërisht lëvizja Besa, e cila nuk ka pranuar listat e hapura. Listat e përbashkëta. Mendoj se është shumë gabim. Bashkimi i opozitës është konkret, është veprim konkret. Shumë gabim të niset nga qasja se prej në fillim si do të futemi në zgjedhje pa bën një hapërim të përbashkët, pa bën një rrugë të përbashkët. Dhe ne kërkojmë në kuadër të opozitës së bashkuar dhe punojmë intensivisht në këtë drejtim. Po si do ishit përgjigjur në këtë rast thirrjes publike të zotit Sela? Po patjetër që ne jemi të gatshëm për çfarëdo lloj bashkëpunimi, edhe për listat. Arda, se jemi të gatshëm që të dalim bashkarisht, jo vetëm me lëvizjen për reformën e PD-SH, jo vetëm me RDK, po edhe me subjekte të tjera, ne e iniciojmë këshillin bipartiak. Në këshillin bipartiak jemi PD-SH dhe RDK kanë aleancën, ju keni këshillin bipartiak. Këshillin bipartiak Arta, lëvizja Besa është e gatshme që delegoj këshillit bipartiak formimin e listave, pa pas as pak ndikim se sa antar të lëvizjes Besa do t'jenë 33%, do të t'jenë këshillit bipartiak, mi thuaj. A e keni çdo kush tani pushtetin e lan paksianësh. Po edhe s'ka punë. Jo, vetëm kam dhe një pyetje për zotin Beta në këtë rast. Tomi, realisht. Njerë duhet dim se çfarë është këshilli bipartiak. Unë jam i gatshëm bëjmë pjesë i këshillit bipartiak, me automatizëm. Prej këtij momenti jam i gatshëm në shkruaj edhe këtë gjë, sepse nuk i kam hyrë kësaj pune për përfitimin politike, po i kam hyrë që sjellim ndryshime të mëdha për ato të cilët përfaqësojnë. Se karrierën politike unë e kisha dhe e kam. Nuk bëhet fjalë për të bërë karrierë politike. Duhet një fitore e madhe që do t'u shërbejë shqiptarët. Këshilli bipartiak, unë nuk jam ndërgjegja dhe morali kombëtar, as babai i kombit. Në këtë koncept duhet ta heqim që e ka Nevzati që se heq dot. Ali Ahmeti s'është baba i kombit. Secili prej nesh vetëm mund të jemi në shërbim të popullit. Nuk mund të jemi baballar dhe ndërgjegje dhe morali një shoqërie. Jo, meritën nuk duhet. Fal se nuk e kam aty po. Vetëm meritën nuk duhet me humbë. Dhe si till, këshilli bipartiak, vetë fjala këshill bipartiak do të thotë që aty duhet të jenë pjesë të gjithë partitë politike. Patjetër. Pa por jashtu, fal Bilal, sepse aty duhet të jetë edhe BDI-ja. Po. Patjetër. Nuk e kam unë drejtën t'i them Nevzat Betës si shqiptar, se kam të punë. Për veprimet që i vajnë. Sa është fal veç të ta mbaroj punën. Nuk ke drejtën që nëpërmjet të këshillit bipartiak t'ja pamundsosh edhe Menduthaçi të jetë antar i këshillit. Po dëshoj po them, jo Menduthaçi, po ja. Dhe gjithë subjektet tjera. Unë jam për idenë e këshillit bipartiak sepse e kam përdorur edhe në debate dhe në allsat. Unë kam thënë që nëse marrim legitimitetin, thirrja e parë që do t'i bëhet për një tryezë të përbashkët do të jenë liderët e gjithë partive politike që do të jenë pjesëmarrës në parlament. Që do të kenë deputet në parlament. Këshilli bipartiak unë vi tani Billall, por këshilli bipartiak nuk merret me zgjedhje. Atëherë sym zgjedhje. Nisim, ndërtojmë institucionet paralel. Kështu është koncepti im për këshillin bipartiak dhe kështu është i gjithëve. S'merremi me politikë. Ne vim atje dhe hym një rrugë tjetër, të cila është e nevojshme si pasojë politikave dhe ndërtimit marrëveshjes storit tjetër. Vetëm të sqaroj edhe pjesën tjetër. Ide Selës. Edhe pjesën tjetër. Nga ana tjetër, këshilli bipartiak për ta fituar veç BDI-n, po më duket e pa konceptueshme. BDI-ja nuk është në strukturë pa fitueshme që se fiton dot.
Edhe pastaj mbasi ta fitoj ky këshill mbi Partiak BDI, çfarë do bëj? Do shkojnë në shtëpi, përsëri do ngelen probleme të cilët këshilli mbi Partiak për t'i realizuar që shqiptarët njëherë për gjithmonë t'i realizojnë drejtat e tyre. T'ja japim mundësinë edhe zotit Kasamit përgjigjet, sepse kam dhe disa pyetja, jemi në minutat e fundit të emisionit. Mendoj se shqiptarëve të Maqedonisë ju duhet një këshill i tillë, sepse problemet e shqiptarëve të Maqedonisë pas këtyre 15 vite të pushtetit të BDI-s, nuk janë probleme vetëm se politike, janë probleme vërtet kombëtare aq të mëdha për të cilët na duhet një mobilizim i gjithë përfshirës, i gjithë strukturave të shoqërisë, të gjithë potencialit pozitiv të shqiptarëve të Maqedonisë me vullnet mirë që të bashkohen, që të bashkohen rreth një ide, që njëherë për gjithmonë këta çlirimtar të 2001-shit t'i largojmë nga pushteti, sepse ne jemi sot mëzi se 2001-shi, ne jemi sot mëzi se 91-shi. Prandaj ne vlerësojmë se për t'i larguar nga pushteti BDI-n, na duhet një mobilizim i gjithë mbarshëm shqiptar këtu në Maqedoni, jo vetëm i subjekteve politike. Dhe sa i përket funksionimit të këshillit bipartiak pas një bashkëpunim midis gjitha subjekteve ka qenë s'është më motiv BDI-n ta fitojë, ironizohet sa të mundur. Nuk e di cili do të thonë çfarë kanë gjenë në pyetje. Janë ego personale, janë listat të deputet, çfarë është në pyetjet nëse nuk arrihet një bashkëpunim i tillë. Nuk e kemi problem që në këtë këshill bipartiak, për shkak se deri tash përgjigje pozitive kanë dhënë një subjekt politik dhe ka PPD-ja, partia më e vjetër e shqiptarëve të Maqedonisë, dhe që është e regjistruar, ashtu që nuk ka, më thonë, kemi subjekte që janë në proces të regjistrimit, PPD është e regjistruar si subjekt politik, ne vlerësojmë këtë dhe vlerësojmë si një subjekt më të vjetër këtu, kemi relacione të mira edhe me unitetin, kemi relacione të mira edhe me nuk keni një bashkëpunim, nuk keni akoma një bashkëpunim qoftë në prag të zgjedhjeve. Analizat e fundit politike thonë se nëse opozita nuk bën një koalicion, kjo do t'i siguronte BDI-s edhe një fitore. Përsëri insistoj, Artur. Opozita ka bërë bashkim. Tani, ja pos në mënyrë hipotetike në qoftë se Alianca për shqiptar. Nga këtu që pash, nuk pash jeni bashkuar. Tani është një bërtham e krijuar ndërmjet Lëvizjes për Reformë dhe Rilinjës Demokratike Kombëtare. To çfarë janë? Tani në mënyrë hipotetike, në qoftë se do hyjte edhe Besa aty dhe do hynte nesër, dhe është krijuar uniteti dhe mbas unitetit edhe një edhe dy parti tjera politike. Çfarë do vazhdonim thonim që s'është bashkuar opozita akoma? Analizat dhe opinionbërja dhe sondazhet të cilët i dëgjum nuk janë manipuluar. Ashtu siç manipulohet edhe Nevzati në fillim. Tha Lëvizja për Reformë se ka kaluar 1%. E ka kaluar Lëvizja 1%. E ka kaluar 1%. E quajmë se ka kaluar 1%. Mirë pra, se këtu do ndalesh ti e di. Po s'është e vërtetë. As ka s'është e vërtetë. Sepse vazhdimisht sondazhet, qoftë tiri, qoftë sondazhet brendshme, janë përgatit për të krijuar opinion të brendshëm. Jo rastësisht dalin këto sondazhe çdo herë para zgjedhjeve. Koha do t'rregoj dhe do të lëvizin gjërat në drejtim të tillë që besojmë që kësaj radhe ka ardhur koha që të vinë ndryshim. Pse e them këtë? Unë jam prezent, nuk jam kryetar partie vetëm për debate, po unë mbrëm kam qenë një 3-4 takime në Tetov, çdo ditë bëjmë mbrëmje, kam takime. Ne keni nisur domethënë fushatën akoma. Jo, fushata ka nisur nga një vit për të bërë strukturat dhe shkoj vetë, gjithandej. Unë jam prezent në Kërçov. Nëse llogaritet Kërçova bastioni i Aliametit, nuk është e vërtetë që është bastion, po duhet bisedu sepse në Kërçov nevoja për ndryshim është shumë më e madhe se sa nevoja për ndryshim në gjithë vendet e tjera. Dhe në një fshat i cili ka 200 vota, kam prezent 40-50 antarë nga ai fshat, kjo nuk është pak. Tu ke garantu fitore. Zoti Bejta, zoti Kasami do vi dhe tek ju, mendoj. Këto sondazhet janë të ndihmura që të ndalin hapin. Si do ta kemi skenën